ka ardhur një gurbetçar, jo rasisht për në nënvizoj. Sepse dhe është koha kur kanë ardhur këta gurbetçar pranë familjeve të tyre, pranë neve, në vendlindje me lot në sy, me një dashuri dhe ashk të madh, që ne nuk guxojmë t'i shohim ata si euro dhe si frange, si dollar, po t'i shohim si vëllezër që u vuan shpirti dhe zemra për vendlindjen e vet. Dhe jo të presi që ka ardhur gurbetçari, ka para, e duhet të më paguar mu një drejt, një dallë. Mos e let bereqetin të kaloj vetëm tek ai, merr nga ky bereqet edhe ti. Thuj, jo, unë do t'a jap, unë. Se ti më ke respektu. Te i ki bon 1000 kilometra, i ki bon 2000 kilometra në bashkë për cilët dhe në ke ardhë, me respektu babën, nonën, vllahun, mizën, kushërinin ke ardhë. Unë obligohem moralisht një ushqim të t'a jap ti. E dikush do të thotë, o, shumë letë be kime folë të jama, si kina me na mundësit, ku kina mundësit na me dhonë drejka e darka. Të dashu vëllezër, për mundësit çdo kush e ti për vete, çdo kanë edhe mundesh me e mashtru, edhe me rrit, ama Allahun jo. Allahun jo. Edhe unë s'po thamë t'ja bësh një dark të majme, as ki me i dhonë dark, as ki me a dhonë atë ushimin tonë tradicional që edhe ata që kanë dëshirë t'a kenë. Gros të hash, gros në shpi, pasull të hash. Ose se ki edhe këtë, një qaja mundesh me a dhonë. Një kafa mundesh me a dhonë. Të dashur dhe pak më herët të përmenda. Sot nuk i kemi ndoshta në mesin tonë ato gjenerata të cilët nuk e linin të del nga shtëpia mysafiri pa hongër diçka. E mbonin bereqetin mrena në shtëpi. Nuk e linin me dalë mysafiri, thonin spaku një bardak ujë. Një bardak ujë pije. Bereqetin ta kemë brenda në shtëpi. E ndëlidhnin se të mbas sunetet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam kur thotë të jetë një ushqim. Suneti pejgamberit alayhi salatu wasalam nuk ka që t'jepet ushqim për mu krenu, me u krekos, me 20 lloje të yemekeve, të ushqimeve, me 5-6 lloje të ëmbëlsirave. Jo, jo. Nëse bëhet kjo me një mallësie, me krenari, ti vesh ke hin gjuna. Vallahi gjuna ki hin nëse e ki bë për mu krenu dhe mu lavdru para dikuj. Siç kanë thonë të vjetrit, nuk ka më rëndësi yemeki, ushqimi, më rëndësia është muhabeti.